sa pati për aeroportin nga Altin Troplini, aq do ketë edhe aq sa pati për djegshin nga Altin Troplini do ketë për aeroportin nga Ndini apo ndonjë tjetër, sepse tani, sa dini ju, prej 2 vitesh, një kompani e huaj ka paraqitur pa dinu spak, se është përjashtuar absolutisht mbi baza korruptive. Një kompani shumë serioze. Dhe që kanë bërë? Si e kanë përjashtuar atë? Ajo është paraqit me dokumenta shumë tregta, të standardeve më të mira. Edi Rama dhe Lubia, 4 ditë para se të mbyllet tenderi, kanë ndryshuar termat e tenderit, që s'mund ta bësh kurrë. Vetëm që të përjashtoj kompania e huaj e një vendi partner dhe të i pej tenderi atyre që kishin caktuar këta. Një kompani turke që do vinte për të dalë, për të mos vetëm si pateris për të realizuar, po faktikisht ishte pacolli. Kjo është natyrisht shumë të ngjashme. Edhe atje, të themi atë që është, Arben Ahmeti refuzoi 4 herë, 5 herë. Po e refuzoi. Askush se ka denoncuar më shumë se unë atë për korrupsion. Merrni ju që nga viti 2008 gjërë sot. Po ato që ka kaj, s'mund t'ja më është tjetërit. Pavarësisht se i papërgjegjshëm. Një mersenar i vërtet i ligjit. I turpi i drejtësisë dhe i hetimit Altin Troplini merret direkt dhe u thot shqiptarëve po e arrestoj sepse gjeta pllaka në banjon e tij të paguara nga Klodian Zoto apo si quaj tjetri Mertiri. A e morët vesh ju apo jo? Ku e ka ta ndisi Troplini? Ku e ka ta ndisi Troplini djegshi 130 milion? Tek plakat e banjos ish bashortës, bilem duket, jo të bashortë, po ish bashortës së Arben Ahmeti. Dhe për këte, Arben Ahmeti që kishte kundërshtuar 4-5 herë me shkrim djegës e Tiranës, kishte mbrojtur interesin publik. E arreston, sepse i kërkon, i dërgon këte dokumenta hoteli, se që kishë fjetë në një hotel, me një shpifsh të paguar, i dërgon në një lokal dokumentat Linda Rama në emër të shoqit. Kjo është, mund të pranohet, këto së pranohet, s'kanë moral.